Udhëtimi në 8 dekada dhe ngjitja në majën më të bukur të jetës time, ngjall më shumë se çdo gjë tjetër, mirënjohjen e pakufishme ndaj qindra mijëra, po dhe miliona shqiptarëve që gjatë gjithë këtyre viteve me mbështetjen e tyre kanë qenë frymëzim i pashtershëm për mua. Sali Berisha është lideri më i gjatë në politikën shqiptare të post-diktaturës. Me 35 vite karrierë politike, ai mbetet padyshim një lider dominues në jetën politike shqiptare. Përtej kësaj, me 81 vite mbi shpinë, ai është le të themi përtej të zakonshme së bashkëmoshatarëve të tij. Për të kuptuar më mirë dinamikat e një dite të Sali Berishës, ne sot kemi vendosur ta shoqërojmë atë nga mëngjesi, ora shënon tani 9:10 minuta. Jemi në rruga e Salës, siç quhet, ose rruga Mustafa Matohiti, do të ngjitemi në shtëpinë e zotit Berisha dhe do të ndjekim atë për një ditë të tërë, nga mëngjesi deri në darkë, duke ndjekur gjithë dinamikën, lëvizjet e tij, fjalimet që do mbaj, takimet, daljet televizive, gjithçka pra në një ditë të vetme. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si kaloni? Si kaloni? Mirë? Doktor? Mirë se. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Si jeni? Mirë? Faleminderit, mirë, shumë mirë. Uli këtu për një kafe apo gaz? Po rrim 5 minuta, Po patjetër. Ta kemi mësy shpinë sot, e? Mirë se erdhë. Shumë kënaqësi. Kënaqësi për ne që jemi këtu. Sot kemi plan me të lodh, me kalu një ditë gjatë. Ta shohim kush do lodh shokun. Vetëm për ecje mos u marr për sa. Jo, e? Për ecje. Para të programin e ditë, unë u tremba për veti, thash. Ç'a do bëjmë sot? Ashtë i ngjeshur pak, po. Kada. Fushata është kështu i ka. Fushat koha është e ngjeshur shumë. Me gotë konjak para kafe se kemi. Faleminderit. Unë as kafe vetë. Unë s'pi kafe. Kur? Ta se po gjej ato poezitë e Seninit këtu. E di, atë do t'i thosha kameramanit, Marda, pjesa tje masat sa e kolonës fundit, as mos u afra. Ashtu si që shfërmuj ajo e fundit, ashtu shfërmuj tavolina ku punon Zaliu, ku i gjen letra, ku i duar, në? Pa një rëmuj që edhe mjerë, po përse mjerë sa regulloj. Jo, do në rëmujën e vetë. Rëmujën e vetë. Aty ka një rregull që e njoh vetëm unë. Jeseninin e ke lexuar. E kam lexu poezit. Poetët rusë janë vërtet nivel shumë i lartë. Kanë një gjenerat, po kanë dhe tjertë, kanë poet të mëdhej kanë. Ata patën një histori dramatike në tërsinë e tyre, sepse bën kapërcime. Edhe ato kapërcime i shprehen në poezi. Por ky si lirik ishte një nga lirikët më të mirë që mund të ekzistojë. Shqipe kanë përkthyer mirë shumë. Unë lexoja rusisht atë, po shiteshin këtu vujimet e tij. Jo, unë kam lexuar nga Jorgo Blaci. Përkthyer shumë i mirë. E ka përkthyer Jorgo Blaci, ka përkthyer Agim Shehu, kanë përkthyer, nuk ishte shumë i lehtë për zgjedhja e poetëve dhe e shkrimtarëve për t'i përkthyer. Kishte censur. Por ky lirik u lejua dhe e kanë përkthyer disa. Edhe Korbin e kanë përkthyer disa. Secili ka menduar se mund ta përkthej më mirë. E ka përkthyer Noli, e ka përkthyer Luarasi, e ka përkthyer Vedat Kokona. Vedati, po. Te Korbi, për mua Skënder Luarasi e ka më përkthim më të mirë. Se kam lexuar. Më i miri. Fushata si po shkon? Fushata ka një shpërthim të papërmbajtur entuziazmi, i cili e shoh që po çndrohet në një ortek fitorie. Kur bëra ato takimet në diasporë, përjetova mitingje të harruara që nga vitet 90 dhe mendova se këta e kanë mbajtur brenda mallin, pakënaqësinë e të gjitha me edhe ky shpërthim. Por kur filluam këtu dhe pash Elbasanin, pash hapjen e fushatës, paraqitje programi dhe dje Durrësin, e shoh që Shqipëria ka një rikthim të fuqishëm. E përgatitur vetë, me qënë se kafe zdoni, pije zdoni, është nga shtëpia. A dur tuja, ka? Faleminderit.
12 vite i kushtuar Shqipërisë më shumë se çdo pushtim në kuptimin e asaj që sot ne kemi rënë në popullatën e viteve 60. Pra, kemi humbur më shumë se gjysmë shekulli shtesë popullate, është gjë jashtëzakonisht e rrallë. Duhen një politikë fuqishme demografike dhe rikthimi. Ky largim masiv ishte i dëshuar për të, sepse ky e dinte që këta njerëz kishin pakënaqësi dhe po iknin. Një i pakënaqur për të ishte më mirë larg Shqipërisë se në Shqipëri se ishte vot kundër tij. Në një aspekt është një lloj genocidi, por çdo e keqe ka një fund, kështu që edhe fundi i Edi Rams po afron. Po afron. Ajo që i trembem janë vetëm to grupet që ju i përmendni shpesh, domethënë. Këto mund të dëmtojnë. To po lvizin, por unë ja u bëra duhet kujdes me to. Çdo votë e blerë do ushtrohet në Vitburgu dhe do bëhen, po bëjnë se e shohun që janë aktivizuar gjatë 3-4 prej tyre, 2 në Durrës, edhe ky Elbasani dhe këta Bajrët do kenë probleme shumë të forta. Raportin më të shkëlqyer të jetë si me e kam me gjumin unë, i cili është aleati absolut i imi. Unë kam gjumë pa ëndra, me një fuqi rigjeneruese dhe të shplodhëse të çuditshme. Aleat sepse bën gjumë të mirë, kjo është ideja. Po, e bën koncentruar. Aha. Gjumë i koncentruar, Dhe kur kanë në drejt për shkakun, vetëm 3 çaja kohë. Vjen atë flet 40 minuta. Më ka dhimbur gjithë jetën. Edhe po s'mori nuk mërzitem, lexoj, e marr me të mirë, dhe ai merr me të mirë. Të nesër zgjoj fresk. E trajtoj bravo, e the bukur. Ndërkohë unë po provoj reçelin nga dora e zonjës Lili. Është më e mirë se reçeli fikut. Këta shumë i mirë prej mend, Unë kujtova sa fikut i herë, po ja. Hajde, gëzuar pra, mirë se erdhët. Do më shindurt. Si kaloi dita, doktor? 11 muaj këtu? E vështirë, Privacion liria. E vështirë, sigurisht. Për kombinimin e veshjes, kush mendon mjes? Faliu ka vetë shumë shije. Njeriu më me shije që kemi, e pyesim për gjëra që më të veçanta, është shkëtzeni. Edhe abi, do të dy, domethënë, po kontrollin e fundit ja jep gruaja. Dhe në mungesë të Lilit, Arti. Nipi. Nipi. Olanda Angela Koma, Olanda PD-s aty të... E atë është ta lej, nuk e Aty, që aty është. Unë do të kisha dashur me dalë për këtë dritarje. Jo, e hapin atë dritare, edhe duket flamur. Se kisha plan me shkuja me fadi. Si duket nga lart gjëja. Atëherë, kjo është dritarja ku zoti Berisha për 11 muaj përshëndetej me mbështetësit e Partisë Demokratike, mbante fjalimet e tij, ti quajmë historike, sepse kanë mbetur vërtet në histori për mënyrën se si u bë opozita në atë kohë dhe se si zoti Berisha bënte opozitë nga kjo dritare dhe nga kjo dhomë. Këtu është ende flamuri i Partisë Demokratike, që qëndron si dëshmi e një opozite që bëhe nga kjo dritare dhe nga kjo rrugë, rruga e Berishës që quhet tashmë, ose rruga Mustafa. E shpresës, jo e Berishës. Rruga e shpresës, të lutem, zoti Berisha. Të lutem, mos e ngatro. Ka që pak të i dhe më hërë basyrës. Atëherë, miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Sot e kuplonë, Po, as dite. sa kja dyshë në darkë, Po. programe. Miru pafshim. Yes. Sa po jemi nisur nga shtëpia e zotit Berisha, ndalesa e parë është seria e Partisë Demokratike, ku doktori do të ketë një takim me stafin e tij më të ngushtë, do bëjë edhe disa takime të tjera për të vijuar më pas me medaljet në terren.
Mëngjes. Mëngjes, Trajana. Hajde. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u vit mirë? Mirë, si jeni? Hajde. Për tek shtabi direkt, se kemi tek shtabi i madh, tek salla e kryesisë. Shumë mirë. Një telefonat dhe pastaj... Si jeni? Mirë, si kaloni? Faleminderit. Ditët e para të fushatës dëshmojnë për një entuziazëm dhe energji pozitive të paparë, e cila do të frymëzoj, të largoj lodhjen nga çdo njeri prej nesh. Themelore, më e rëndësishmja në këtë fushatë mbetet takimi me qytetarin. Ledhja parë e zotit Berisha në selin e Partisë Demokratike është me shtabin qendror të fushatës. Ne do të duhet të dalim, është një mbledhje mbyllur, duhet të presim për jashta për të vazhduar më pas me takimet e tjera dhe me etapat e tjera gjatë ditës. Nga Irlanda, Iva Grillo. Hajde, gëzohem shumë. Përshëndetje. Është klasje veçantë dhe mbështetje reale, sepse njerëz me reputacion të plotësuar në çdo aspekt janë ata që do donin shqiptarët ti përfaqësonin. Unë me shumë bindje e kam vlerësuar këtë vit si viti i diasporës. Po? Ja, një minutë them unë po. Një sekundë, lutem se ka dalë. Doktor, përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se gjithë, doktor. Ky është lajmtari i fitores. Falenderoj për vizitën edhe për mbështetjen shumë të çmuar. Sot e kam filluar ditën me këta, po. Ne mos e të qenë mëngjes më kanë ardhur në shtëpi. Tirana. Mirë. Karikum gjithë, Do zoti shpërblet gjithë Shef entuziazëm. Tava. Entuziazëm kam për shana në bëjmë këto pislikët e këtyne. Unë është duhet me i bëm kështu buroj. Po. Hajde. Si e? Hajde. Doktor, mirë, ju Mira, si e ti? mirë ja, në terren në fushat. Bravo. Kam një mik i cili ka 2 vjet që ka emigruar, është 20 vjeç, është sot në Itali. Dhe ka 1 vit që më kërkon me padurim, a ka mundësi një video me doktorin apo Shpejt. Turë doktor. Përshles dhe të përqafoj Besi, si e? Gjithashtu dhunë, si ka? Mirë, faleminderit. Presim ndryshimin, vetëm nisha. Bravo. Të gjithë jemi nisha. jemi nisha. Në pafshim. Kalofshi mirë. Intervista me kesh në ora 1. Me një gazetare gjermane. Pas asaj një deklarat, doktor, shkurtër, deklarat dhe konferencë. Dakor. Tani të tretë. Mirë se u gjeta. Edhe ju rujt zoti, edhe ju. Suksesa, fitore. Faleminderit. Ku jeni? Hajde mirë. Si jeni? Mirë se u gjeta. Si jeni? Si jeni? Prisi mos i shtyri njerëz davash. Të përshtes. Rofsh, faleminderit shumë. Mirë se u gjajnë. Si jeni? Suksese. Hajde mirë, faleminderit shumë. Je diaspor? Diaspor. Edhe po insiston të takosh me Po, sepse është era 2 që takoj njerë më ka ardhur, unë kam qenë në dyshante që të uja.
Edhe më ka ngel shumë përshtypje dhe i bën që duhet ta takoj edhe një herë tjetër dhe kam shumë dëshirë ta takoj. Ku jetoni? Në Itali. Itali. Jeni bashkë me bashkëtorën italian me sa bashkë? Po, kështu që unë do jem shumë e lumtur ta takoj edhe një herë tjetër. Ndërkohë jeni regjistruar për votimin atje? Po. Normal që jam regjistruar për votim, kështu që Okej. Atë po presim zotin Berisha. Ai bën domethënë që është gjithkohë se kam edhe pse jetoj jashtë gjithkohë se kam votuar, kështu që do vazhdoj ta votoj gjithkohë. Nuk ndryshoj. Edhe s'kam ndryshuar ndonjëherë. Doktor. Nga diaspora për ju taku. Me kresit madhe. Është dyta herë që takohemi. Zonjë, si jeni? Zohem dhe unë për juve. Ala me djemë mor qatë bukur, qatë. Let me take a picture, please. Shpejt, mor shpejt. The best of the best. The best of the best. Të bukur shumë. Beautiful. Orinë fitore. Faleminderit, si jeni? Fitore. Mirë se erdhëm. Mirë ditë e mirë sot gjënë. Si jeni? Ajni mirë. Vetëm duhet t'u takoj, Me kënaqësi. Shëndet, kam qenë kolegja juaj infermiere, jam pensioniste. Gëzojmë shumë. Përshles, si e? Ekscelent nusja, iku në Gjermani, haroj imazherin. Në vend që të dinte ajo në punë, vajti ai paft. Ne duam vetëm drejtësinë. Respekte. Si e? Respekte, mirë. Faleminderit shumë. Edhe unë për ju shumë respekt. Ishte shumë kënaqësi për mua ju të takoj me ty. Edhe unë kam kënaqësi. Mund ta bëj një foto t'lu. Me kënaqësi të madhe. Gjithashtu. Vazh zoti shnet. O zot. Edhe ju. O zot. Do bëjmë gjithçka. Faleminderit. Kemi arra pas të fatë në Belgjikë dhe desha një foto për qunin. Me kënaqësi. Murime i fitore Fitore. Ju falenderoj shumë. Po bëhet rreth një orë që zoti Berisha po takon tregtarët këtu në tregun e medreses. Ai po ndalohet një për një me gjithë, le të themi pa përjashtuar asnjë, duke i dhënë vëmendje të gjithëve dhe duke diskutuar me ta gjithë problematikat që kanë si të jetës së përditshme ashtu edhe të tregtisë që ata bëjnë. Ndërkohë, bashkë me të janë edhe grupe të tëra qytetarësh që e shoqërojnë gjatë gjithë kësaj lëvizje, duke kërkuar takime, duke kërkuar fotografi, shtrëngime duar e tjerë. Me fitore. Me fitore. 4 vota kam shpit, 4 tuja. Qa morë? Si kalove? Mirë shumë, si e, isha në treg, si jeni, përshëndetje, si shkoni, gëzojmë shumë. Mjek në Frankfurt. Mirë shumë, shumë faleminderit. Miru pafshim, si kalove? Mirë, jo më mirë shkoj. Miru pafshim. Gërgelës, ku je? Mirë. Si je? Mirë. Qa bukurosh, këta morë. Në të bukurit. Of. Fitore. E kam gjyshër unë, e kam shumë shoqe. Shumë shoqe e kam. E kam parë. Fitore. Faleminderit dhe gëzuar. Shumë faleminderit. Të bukur shumë. Fitore. Fitore. Deri në këtë moment kemi jetë 2 orë pa 10 minuta, doktor. Fillon më lodh kamt. 2500, nuk janë shumë. Do vazhdoj. Do vazhdoj pa tjetër. Je lodh apo akoma? Jo, nuk ka lodhje në fushat. Alfred? Gjermania është këtu. Mirë atër, të vi Gjermani? Ta sjellim Gjermanin. Po, dakord. I was late, but I haven't. No worries. You're a busy man. Please. What is the goal for the election for you and your party? These elections are very fundamental for Albania. Albania today is a narco state. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. I ngarkuar. Pas një takimi me dhjetra biznismen në tregun industrial, gjeta aty një situatë të shpruse. Por nga ana tjetër konstatova me kënaqësi se programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël ishte pritur shumë mirë. Edhe faleminderit. Në ndarësish. Atëherë zonja,
është paradhoma, sekretarja, ndihmësja, të gjitha bashkë e doktor Berishës që nga viti 91. 91-shi. Tani shpejt, ti bëj kështu si raportimi. Para një për Takimet e zotit Berisha në zyrën e tij vazhdojnë të njëpasnjëshme me një dinamik të jashtëzakonshme, mund të themi. Tashmë ora shënon gati 3 dhe vazhdojnë të hyjnë dalin njerëz si nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike, por edhe qytetarë të thjeshtë. Ç'kemi? Si je mirë? Si dukesh? Çka ke bërë? Mirë fare. Top fare. Doktor, përshëndetje. Si je? Top fare. Ndoqa dhe këtë rregull? Shumë mirë, si patron. Nesër kemi takimet e mëdha, jemi ke njësia 5, e kemi me të paktën 600 veta vetëm të njësisë 5. Në Vajqar do të kemi rreth 400 vetë. Mirëdita, doktor. Mirëdita. Si ka duar? Një vlerësi shumë pozitiv programit dhe ajo që më bëni përshkëlqata i shitit formu. Unë mendoj që kjo lloj fushate e ka shtyrë dhe ato që na vjeti programin. E kemi detyruar në farë mënyre. Phil, hi. Please. Chris, we are here with the full team. So we have Dr. Berisha here with your team here working. Hey guys. Hey Chris. Good to see you. Great, Chris. I was just watching some of the clips from the weekend, and the guys did a really good job putting that stuff together. And there's a lot of good videos out there. Okay. See you guys. See you. See you, Chris. See you, Doc. See you. Bye-bye. Ja, doktor, përshëndetje. Bye. Thank you. Opa, në gjithë e shkon, doktor? Bravo. Yes, e pritëm doktorin të ascensori, kur mori drejtim tjetër, shkallat. Hajde ta provojmë herë. Na myte me këto shkallë, doktor, na myte. E pëlqej shkallën unë. Është shumë e mirë. Hajde. Mirë. Si kalon? Mirë, shumë mirë. Rutina e përditshme kjo është pak a shumë, Solidarizim me Saliun, solidarizim me gjithë të problemet e kohës të shqipës fushatave, po, mirë, unë se kam lëkë për punë, vazhdoj. Se marrë vetë. Atëherë që do hamë sot, doktoresha? Sot kemi shtile, qofte zarzavate me gjitha. Tipike shqiptare, Me gjitha zarzavate. Po ishe koha si përshi sot. Zakonisht në atë kohë kështu të zymt, groshët hajë. Groshët për zymësi. Sa po kemi zbritur nga shtëpia e doktorit, kemi një orë të lirë, pushim, për të rikthyer më pas në shtëpi dhe për të vazhduar rrugën drejt Fierit dhe Vlorës. Nuk kemi patur ndonjëherë fillim të tillë. Dhe ky fillim nisi në diasporë. Kjo frym që ekziston është frymëzim i madh për ne, që ne të punojmë. Dhe u kam besim të madh se me punën tuaj, angazhimin tuaj, ju do t'i bëni surprizën më të mirë. Opozicë,
Shqipërisë dhe shqiptare në datën 11 maj. Rosani Berisha! 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 Mu duken shumë entuziast këto. Shumë mirë. Të fjerit. Kudo ka një entuziazëm, kudo ka një optimizëm, po rritet shumë nërgjegjësimi i njerëzve në dështimet e tmerrshme 12 vjeçare të këtij regjimi. E njihni këtë personazhin, presidenti Salvatorit? Po, e njoh, i famshëm. Famshëm. I famshëm. Ky arriti ta mposhtë mafjen, korrupsionin, çdo gjë. Ka bën një betejë të fuqishme. Pa diskutim. S'ka gjë më të fortë se ligji. Në 2005 Shqipëria sundohej prej tyre. U deshën 16 muaj për të vendosur para ligjit 206 grupe dhe organizata kriminale, duke arrestuar mbi 1050 bosh dhe ushtar të këtyre bandave. Nuk i reziston asgjë ligjit dhe sidomos krimi organizuar në qoftë se nuk ka mbështetje politike. Ndërkohë ne po shkojmë drejt Vlorës? Po, aty priti takim shumë i mirë, i ngrohtë, siç e shef ka një elektrizim të atmosferës. Berisha! 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 Doktore, je i paptekshëm, je i paptekshëm! Doktore! Ramarim! Komunista! Doktorin tonë të mrekulluar që të salit e qytetet posapisura, fshatra që po zhduken nga harta, ku shëndetësia është një mirazh. Por edhe në Vlorë është një mashinë tjetër në qarkun tonë, i çdo individ, qytetar. Milionit në pak për të shtetin jashtëzakonshme. Është e çuditshme se si, mas nuk e di 13-14 orëve, vazhdon me të njëjtën energji si në mëngjes, domethënë. E njëjta energji edhe tash. Madje zëri është ngritur, mund të gjitha thirrjet. Fitore! Nisha! Të gjithë jemi ndisha, Monisha! Doktor, mirë? Ha? Mirë? Shkëlqyr, në lumë. A u lodhe? Jo, ka pak. Gjithë kjo dinamikë, gjithë kjo ditë ngarkume, është ne po të përcjellim deri aty dhe po të presim pastaj për etapën e fundit. Në 11 kam një. Në 11. Regjistrim apo direkt ta pyes një. Po, gjithsesi ashtu te afër. Po, afër këtu është. Ora shënon 23 pa 5 minuta. Dhe jemi nga ora 9 të mëngjesit me zotin Berisha, i cili tashmë ka etapën e fundit të kësaj dite mjaft të ngarkuar, ku do të shkojë në një stacion televiziv dhe atje do të intervistohet. Momenti i fundit ose etapa e fundit është në studiot e A2CNN, ku do të zhvillojë një intervistë, edhe pse ora është kaq e vonë, do të jetë një intervistë ndoshta një orëshe dhe do ta mbaroj rreth orës 12. Një ditë nërsisht e ngarkuar, e cila sinqerisht na lodhi të gjithëve, por sa duket doktor Berisha në këtë moshë 81 vjeçare tashmë, duket se ka energji akoma për të vazhduar ditën. Ishte shkur Bezios me jam dhe në shoqës, ishte shoqja ishte në fluturim kosmik, për turizm kosmik. Se këtu gati mu este, njërë sa gjeva. Si që të kem edhe së është orë. Nuk ka asnjë
shtuar sot në ditarin e rumjes është një nga emrat më të njohur të skenës politike të vendit. Ish president, ish kryeministër dhe për shumë tonë një figurë që ka lënë gjurmë në çdo dekadë të tranzicionit. Ai është sot në një pozicion pa precedent, një lider në opozitë, por edhe personin e tij deri para pak muajsh në historinë. Pak kush e ka besuar kur i kam thënë doktor që ju kam të ftuar sot në orën 23 pas takimeve që ju keni pasur me biznesin e vogël në Tiranë, më pas prezantuat kandidatët në Vlorë. Pyetja është ku e gjeni gjithë këtë energji? Natën e mirë. Se ky s'ka tregu që kemi qenë shok banke dhe shok klasë këtu poshtë. Natën e mirë. Ku do në foton? Bashkë në të dy do ta kemi se të shes më në njas. 3, 2, 1, 3, 2. Natën e mirë. Faleminderit. Ndjes që të lodh. Jo, as pak. Unë asë. Merci. Alfred, kujdes aty. Se... Tash kemi në i takim tjetër, sonte? Doktori, një orë me telefonin dhe pasaj me gjumin. Po, telefonin, po, e kam atës. Natën. Fitore. Në pafshëm, fitore, faleminderit. Natë e mirë. Doktor. Natë e mirë. Përshëndesim. Ishte kënaqësi e madhe shumë do. Si, na ke lodhur mirë sot? Së Gjinesi Piranja kemi dëshirë të bëjmë të dhuratën, që është kollarja jonë, që është fatësjellëse. Kjo është vërtet fatësjellëse dhe shpresojmë ta vendosësh si kryeministër. Shumë faleminderit, unë po e maj dhe po e vendos ditën e parë. Faleminderit. Faloj shumë faleminderit për këtë. Natën e mirë. Natën e mirë. Sapo kemi mbyllur një ditë vërtet të ngarkuar dhe të lodhshme, në të cilën Sali Berisha ka takuar në zyrën e tij 34 persona. Ka bërë më shumë se 4000 hapa, rreth 330 kilometra me makinë, ka bërë takime me qytetarët në treg dhe më pas një konferencë shtypi, 2 mbledhje me shtabet në Tiranë dhe në Fier. Një miting në Vlorë ku ka folur për 35 minuta dhe në fund një dalje televizive në mesnat, ku zoti Berisha foli për 40 minuta. Dhe imagjinoni, ky ritëm deri më 11 maj vetëm do të shtohet. A është normal ky 81 vjeçar